Përshëndetje gjithëve, këtu ndodhemi në Shkozet, ku është stacioni trenit i plazhit dhe i Shkozetit. Pra, ka marrë këtu me shit këte objektin, i cili është 700 m2 ndërtim dhe 700 m2 tokë truall, çdo gjë me dokumenta. Shikojeni pak, do ta shohim edhe me detaje edhe nga mrena. Çmimi është 590.000 euro. Ky mesazh ose kjo video nuk bëhet për ty dhe për mua, kjo bëhet për biznesmenat që janë në kërkim të një objekti në Shkozet, ke stacioni trenit i plazhit. Domethënë, sepse jemi njët me stacionin e trenit plazhit. Më kupton? Tashti, kjo disponon gjithë dokumentat, çmimi është 590.000 euro, do jetë i trajtueshëm, do diskutohet bashkë me mu, me Gjonin dhe me pronarin. Tash nuk di çfarë t'ju them më tepër, di t'ju them që kush ka interes, të më marrin telefon mu dhe Gjonin dhe ne do t'ju bim që ky objekt i ri, mund ta quajmë kaponon, mund ta quajmë një objekt tjetër. Pra, kemi 700 m2 ndërtim, jemi në buzë rrugës, ju biznesmenat jam i sigurt që ju do ju interesoj kjo, edhe unë jam i sigurt që do ta shes bashkë me Gjonin. Nuk e di, do ta mbyll pak videon dhe do të shihni pak më tepër. Shkozet apo buzë rrugës, kër asfaltit, me pamje nga stacioni i ri i Shkozetit, e? Po, patjetër. Nga këtu 5-600 metra është pjesa detit. Shikojeni pak. Por zonë ndërtimi është zonë industriale. Jemi të sigurt që unë dhe Gjoni do t'i japim dikujt këte, sepse është pronë, është objekt që e kërkojnë gjithë biznesmenat. Njako është rruga Gjono, njako është rruga. 550 metra. Kjo objekti ka dhe ascensor. Me ascensor për katën e dytë. Që ba pesha, ba thasë e Gjojna. Shfrytëzohet për kapanore. 590.000 euro do jetë çmimi me dokumentat fillestar. Zyrtarisht do përfundojmë kur bim dakord me do diskutojmë pronarat. Për çmim. Ciao gjithëve, respekte. Ndiqni videot, më tepër do japim në WhatsApp apo jo Gjon? Patjetër, çem te numri i WhatsAppit. Me dokumenta, respekte nga Gjon Marku dhe Afrim Hasa. Ju mirëpresim. Me dokumenta. Çdo gjë.